Kjo ka pak rëndësi ka që ngritën kartonat, me dhunë, pa dhunë, ato vendime u marrën, të shi ne nuk mund të rimë të bëjmë lavazh psikologjik se mbi çfarë rrethana apo situata votuan. Pra, nëse është një gjë për të votuar për të mirën e vendit, nuk ka pse të ketë kompleks asnjë forcë politike për të votuar. Ka që thjesht. Zotri, kë quhet lavazh psikologjik? Sa po thonë? Ju po thoni që po bëni burimi lavazh psikologjik. Lavazh psikologjik të gjejmë ne për çfarë votuan ata. Ata u votuan me 140. Kjo është pikërisht që unë e urrej propaganda, më dëgjoj gjatë. Zotri, do dëgjoj gjatë, më dëgjoj një minutë. Jam pak. Edhe një herë. Ata pikërisht menduan se nuk ishte në të mirë të popullit, ata deputet të PD-s dhe të LSI-s, po të votojë ajo reformë. E votuan me thuprën e Donald Lus. E keni të qartë të ju apo jo? Që Donald Luja shkoj edhe në mbledhjen e grupit parlamentar të PD-s e pa parë në analet e demokracive perëndimore. Mos bëni mua tani që e votuan për mirën e popullit. Dhe për një që kundërshtuan, të shikoj sot ajo reformë, që një reformë e George Sorosit, që e bërë një drejtësi për Edi Rama. Qartë. Keni replikë? Kjo është lavazhi. Po tani, ne themi kemi sytë të spaku sot, këte i thej qenga e Sorosit. Ne themi që ata e votuan 140, po e votuan në presion. Po mos ta votonin Morzotin në presion, le t'i iknin nga deputet Llaku, se s'bëhesh e Qameti. Se pra te janë zgjedhur aty që të kenë edhe fjalën e tyre kundër. Po qa janë këto tani? Po pse reformën kushtetuese 2008-s me ndërhyrjen e Donald Luse e bën? Në 2008 me ndërhyrjen e Donald Luse e bën reformën kushtetuese. Po qa lidhje kanë këto? Unë folën gjë tjetër krejtësisht nga ato që thatë. Nuk ka pse të kompleksohet asnjë forcë politike nëse diçka do të bëhet, domethënë në të mirë të Shqipërisë. Ç'lidhje ka kjo? Zotri, mos bëj monolog. Ç'lidhje ka kjo dhe vjen për gjën. Po ja po ty që po bën dialog tani. Është shumë bukur. Edhe një herë, ti po dialogu, edhe një herë se ç'lidhje ka kjo, edhe një thash edhe një herë që kjo Parti Demokratike është e vërtetuar shkencërisht, gazetarisht, që nuk ishte dakord me reformën në drejtësi të Donald Lus. Ju mund ta vazhdoni të pretendoni kundërtën, po kjo është fakt. Ore fakt që është u votua me 140 vota. Ky është fakt. Ky është fakt. Pastaj pjesa tjetër e doni se donin, hajde ta diskutojmë pastaj. Disi është probleme, do përbënte lajm nëse do ishin ngrit 213 vota sa u ngritën sot për diçka që lidhej me Kinën apo për diçka që lidhej me Rusinë. Nuk besoj se kjo përbën një lajm të madh. Duhet kemi parasysh një diçka. Është në turpin e këtij parlamenti që dhe herë tjera nuk ka pas të konsensus. Dhe rasti më flagrant është çështja e gjenocidit serb në Kosovë. Që ne kemi parë një kërkesë të opozitës për e gjenocidit serb. Edhe kemi parë se si u rrëzua me atë fuqinë 83 kartonave, ndërsa për pjesën tjetër që pat një votim konsensual, sqarimi i Partisë Demokratike ishte korrekt që ky votim erdhi për shkak të asaj se si ne shikojmë marrëdhënien me aleatin strategjik. Po shumë mirë më, po shqyrmë. Po shqyrmë, kjo duhet. Kjo duhet. Ku jeni dakord edhe jo? Asnjë gjë më këtë po themi. Pastaj ato bën dhe amendamentet e tyre që kërkuan që emri kryeministit Edi Rama ato mos ishte po themi në atë projekt ligj. Amendamente të treja të cilat u rrëzuan. Qartë. Ne do kalojmë një hapësirë shumë të shkurtër publicitare për të rikthyer në studio dhe të vijojmë diskutimin në minutat që kanë mbetur.